Fikreti del ballë për ballë tezës së tij në një bisedë shumë të ndjerë. Edhe pse e di që Lutfia nuk e pranon diçka të tillë, ai thotë se nuk do gjerë atij derisa të hakmerret për vdekjen e Fekelis, xhaxhait të tij. Lutfia shikon zjarrin në sytë e tij dhe as që tenton ta ndalojë. Ajo vetëm kërkon të bëjë kujdes e të mos rrezikojë veten, teksa planifikon që Abdul Kadiri të paguajë për çfarë ka bërë. Që aty, Fikreti vendos të flasë edhe me Zyleyhan. Ai hedh pas shpine të gjitha frikrat dhe komplekset për të rrëfyer atë çfarë i mban zemra. Para Zyleyhas, Fikreti thotë se ka rënë në dashuri me të, pa e kuptuar dhe pa e kontrolluar. Zyleyha dëgjon deri në fund, por vetëm nga respekti për ndjenjën e tij. Pa pasur nevojë që ajo të përgjigjet me çfarë do lloj përgjigjeje, Fikreti kupton heshtjen e saj dhe largohet. Me shumë keqardhje për situatën e tij, Zyleyha nuk e flet mirëria të bisedë që u konsumua më para shtëpisë së Zyleyhas. Por më tepër, ajo takohet me Mahmudin, një detektiv shumë të mirënjohur në rrethin e Çukurovës. E vendosur të mos lejojë njëri të tallet me të apo të nëpërkëmb, Zyleyha i shkon deri në fund rrëmbimit që u bë vetëm pak ditë më parë. Ajo kërkon të vendosë vetë drejtësi duke ju hakmarrë personit që tentoi ta pardononte. Sa kaq, në anën tjetër ndodhet Shermini. Ajo shkon për ngushëllim tek Çollaku, por përballet me diçka që nuk e pret as pak. Në lokalin e Çollakut ka shkuar Fysuni për ngushëllim para Sherminit dhe pa lajmëruar as pak shoqen e saj. Fillimisht Shermini ndjen xhelozi, por më pas i largohet e ndjenjë e pakëndshme sepse Fysuni nis të komentojë se tha mirë do ngjante Shermini krah Çollakut. Teksa përshkruan si një mashkull të pjekur, të pashëm dhe mbi të gjitha të pasur, Fysuni thuaj se betohet se ai ka rënë në dashuri me Sherminin. Teksa Fysuni han fjalë të tilla në Çukurov dhe i përkëdhel sedrën Sherminit, Çollaku fiksohet pas betyllit. Ai fillimisht intrigohet nga bukuria e saj, me pas nga fakti që ajo ka mashtruar Yaman. Ndërmjet Vahabit, ai e thërret betyllin në lokalin e tij për të diskutuar detajet e thella mbi Yamanit dhe veçanërisht kundër tyre. Vahabi shikon në distancë dhe nis të kruajë kokën, duke pandehur se do zënë sërish krizat e çmendurisë.